Shkencëtarët kanë gjetur atë që ata po e quajnë shenjën më të fortë i jetës së mundshme përtej sistemit tonë diellor, pasi zbuluan gjurmën kimike të gazeve në atmosferën e një planeti alien, që në tokë prodhohen vetëm nga organizmat e gjallë. Duke përdorur teleskopin hapësinor James Webb, shkencëtarët gjetën gjurmë të dy gazeve, dimetil sulfit dhe dimetil disulfid, në një planet të quajtur K2-18b. Bëhet e ditur se në tokë këto gazra gjenerohen kryesisht nga organizmat e gjallë, duke përfshirë algat, duke sugjeruar se K2-18b mund të jetë i mbushur me jetë mikrobike. Studiuesit kanë theksuar se gjetjet nuk janë një njoftim i zbulimit të organizmave të gjallë aktual, por më tepër një tregues i një procesi biologjik. K2-18b i vendosur rreth 124 vite dritë nga toka në yjesinë e Luanit, është 8.6 herë më i madh se toka dhe ka një diametër rreth 2.6 herë më të madh se planeti ynë. Ai orbiton në zonën e banueshme, një distancë ku uji i lëngshëm një përbërës kyç për jetën mund të ekzistojë në një sipërfaqe planetare. Raportohet se vëzhgimet e mëparshme nga Webb, cilat u nisën në vitin 2021 dhe u bën funksionale në 2022, kishin identifikuar metanin dhe dioksidin e karbonit në atmosferën e K2-18b. Hera e parë që molekulat me bazë karboni u zbuluan në atmosferën e një egzoplaneti në zonën e banueshme të një ylli.